Dhe Ter Batatina, trajneri Llapit, është trener urime kryetari fillimisht. Urime të gjithëve. Si për punimet e këtij kuvendi zgjedhor të Federatës së Futbollit të Kosovës? Po mendoj pasi shën përfaqësues të FIFA-s, UEFA-s nga Ministria e Sportit, mendoj që harmonizimi ka qenë mes Federatës së Futbollit të Kosovës bashkërisht me institucionet, edhe mendoj që ishte një kuvend ku nuk ishte kundër kandidat, ishte vetëm agimi i kandidat dhe u mor votat delegat dhe prezident që ishin të pas asnjë kundër. 52 sa ishi prezident, gjithë ishi pro. Ka që kënaqeni me punën e kryetarit? Po me vetë faktin që gjithë kanë qenë pro, mendoj që janë të kënaqur edhe me punën që ka bërë deri me tani kryetari, sido që tjetë po ne është mundësi që të mendojnë tash pozitivisht për futbollin, nuk është mundësi se futbolli nuk është as i agimit as i Batatinës, por është i gjithë qytetarëve të Kosovës, i gjithë njerëzve. Mendoj që bashkërisht duhet të punojnë ata ngritën futbollin, ata mbështesin ta talent që ka shumë vendi jonë, dhe shpresoj do të thotë urime gjithë qytetarëve të Kosovës, sidomos futbollista dhe gjithë njerëzve që mirë me futboll. A mendon në bazë asaj se çfarë ke pa ti si trajner që ky kuvend do të pranohet edhe nga MKRS-ja edhe në bazë të atij fjalimit që Fidan Shatri pati së në kuvend? Po mendoj që Fidani do të ishte prezent dhe në moment kur ti je prezent dhe nuk e kundërshton një kuvend, besoj që nuk ka shumë për të diskutuar ato.